Por të folur në lidhje me gjyqësorin në Kosovë me mua në studio, është avokati Mehdi Geci. Faleminderit shumë që gjete kohë zoti Geci që t'jesh pjesë e një podest. Besoj që keni pa që sot ka vazhduar gjykata speciale. Si po shihni punët e gjykatës speciale dhe mënyra e trajtimit të rasteve që po bëhen atje? Shqyqa çështja e gjykatës speciale është një rast ta quaj precedent që ka ndodhur për herë të parë. Aqë sa kam lexuar në literaturën e jurisprudencës që nuk ka asnjë vend botë që themelohet një gjykatë e një shteti të pavarur dhe të pranuar ndërkombëtarisht në një shtet tjetër. Kjo është një rast precedent që ka ndodhur dhe besoj që nuk do ndodhë më asnjëherë. Ne e dimë që kur pretendohet për krime lufte janë mekanizmat ndërkombëtar, janë tribunalet ndërkombëtare që themelohet. Mirë po, që themelohet një gjykatë me pretendime për krime lufte, vetëm dhe një entiteti, është diçka rast precedent që nuk kam koment. Po pse u bë e gjithë kjo buj që të themelohet kjo gjykatë? U bë gjithë kjo johon, mandej pati edhe porosi nga ndërkombëtarët që duhet të formohet kjo gjykatë? Ato kanë qenë presionet të ndryshme ndërkombëtare, nuk duan ndalën atë tu. Mirë po, nëse mos të përsëris, nëse ka ndodhur diçka në botë që themelohet një gjykatë, kjo është rasti i parë në botë që ka ndodhur. Atë sa kam lexuar dhe se kam parë në përgjithë botën që nuk ka një rast të tillë që themelohet. Çështjet politike dhe çështjet edhe presionet e ndryshme politike janë diçka tjetër. Mirë po, rasti i dytë që po i përmeni, që është rast precedent, që themelohet një gjykatë vetëm për një entitet të caktuar, kjo nuk ka koment. Mirë po edhe mënyra se si kjo gjykatë nuk i raporton askujt. Që këtë kam po legislacionit dhe më honë, asnjë nga institucionet dhe organizmat të Kosovës nuk kanë qasin e këto. Ato duke filluar dhe më honë e kam parapo prej dhomave të specializuara, deri me gjykatë apeli, gjykatë supreme, gjykatën kushtetuese tyre dhe zakonisht edhe avokatën e popullit dhe më honë që i përsëris në është shumë herë, është rast precedent. Mirë po, në rast se merren vendimet për këtë gjykatë, pra, ku duhet më anku të akuzuarit për çështjet që kanë të bëjnë me gjykatën? Shqyqa, ata i kanë lënë edhe mekanizmat të që i përmenë, dhe më thonë, për pas të dhomat specializuara, pastaj që është gjykata apeli, gjykata supreme dhe gjykata kushtetuese që janë këtu, të tri gjykatat e rregullta dhe gjykata kushtetuese i kanë mekanizmat e vet. Mirë po është çështje tepër sfiduese dhe tepër e rëndësishme, për arsye se edhe Kosova nuk është anëtare e Këshillit të Evropës dhe nuk është ratifikuese e Konventës Evropiane për Drejtat e Njerit, që me pas të drejtë me paraqit ankesën në Gjykatën Evropiane të Drejtat e Njerit në Strasburg. Kjo është edhe një sfidë shumë e madhe. Ne kemi pa që kjo gjykatë vazhdimisht ka thirrur dëshmitar, tashmë kanë përfunduar dëshmitar nga ana e tyre, por tash ka ardhur radha e palës tjetër, pra ish krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. A besoni që do të jetë një gjykim i drejtë duke parë deri tani punën që kjo gjykatë ka bërë? Ashtu siç thash edhe në fillim, unë jam tepër skeptik, nuk do të ndalim të të, mendoj tërësisht aq sa diun dhe mbas përvojës që kjo është një gjykatë politike, dhe mendoj që edhe vendimet e veta të cilat i marrin zakonisht janë politike, për arsye se nuk ka krerët e UÇK-s dhe gjithë pjesëtarët nuk e kanë kryer asnjë krim në Kosovë. E vërtet. I nderuam, desha edhe për me fol për një çështje, ka pasur Kosova kapacitet që t'i gjykojë të gjitha krimet që janë pretenduar se janë bërë në Kosovë? A ka pasur gjykata që kanë mundur të themelohen në Kosovë me këta gjyqtarë që neve kemi dhe të mos kemi nevojë që të krijojmë gjykata speciale për këtë çështje? Është shumë e qartë dhe gjykata edhe Kosova i ka pas mekanizmat dhe ka pas edhe kapacitetet e veta. Ne kemi edhe prokurorinë speciale e cila merret edhe me krimet e luftës. Edhe në gjykatë ka pas kapacitetet mjaftueshme në Kosovë edhe në prokurori që themelohet në Kosovë dhe të gjykojë të gjithë ata të cilët pretendohet që kanë kryer krime lufte pa marrë parasysh etnitetin e tyre apo përkatësinë kombëtare. Domethënë edhe sot ne dimi që kemi edhe prokurorinë speciale, edhe prokuroria speciale, edhe departamenti i posaçëm special që është në kuadër e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila bën ndjekjen e kryesve të veprave e krimeve të luftës që kanë ndodhur në Kosovë. Mirë, po, zotri Geci, një çështje që ka ndodhur shumë e rëndësishme këto ditë është arrestimi i 7 personave që ndodhi
në Kaçanik. Pra, do dalim të një tim tjetër që një farë mënyre u ba për shkak të kryerjes veprës ndaj ish arreshtirit të policisë të Kosovës. Si e keni pa ju gjithë mbarvajtjen e këtij procesi? Ndodhen se shumë herët pati arrestime, siç jemi mësuar që të ketë pritje për këto arrestime. Shqy organet të drejtësisë dhe mekanizmat e cilat ati kanë janë të e krymyrë. Më themi herët se është shumë mirë që janë zbulu këta persona dhe po vazhdojnë hetimet sa i përket kësaj çështje. Po jemi mësuar që të ketë zhagitje të proceseve në Kosovë, për këtë arsye thash herët. Dhe mos keq kuptohem. Unë e kom përcjell edhe kom po edhe pak edhe për mes mediave, domethënë që organet e rënda dhe drejtësisë janë të kryej punën e vet mirë profesionale. Gjithmonë është prezumimi i pafajësisë derisa vërtetohet fajësia, çdo person konsiderohet i pafajshëm. Mirë po, në këtë rast edhe prokuroria edhe organet e tjera të ndjekjes domethënë kanë kryej punën e vet dhe tash të shohim epilogën se vrasja e çdo kujt, e çdo qytetari, pa në këtë rast edhe një zyrtari policor është një krim i rëndë, domethënë është një vrasje e rëndë e cila ka ndodhur dhe çdo vrasje duhet të zbardhet dhe kryeset të dënohen dhe të marrin me dënimin e merituar. Mirë po, jo vetëm kjo, Kosova ballafaqua edhe me raste të tjera fatkeqësisht të vrasjeve në Kosovë. Si shihni juve si fenomen avokat, apo shkon në rritje numri i vrasjeve në Kosovë? Fatkeqësisht. Ka përfshirë bazat gjinore në përgjithësi. Është shumë e qartë. Fatkeqësisht, domethënë këta muajt e fundit ta quaj këtë fillim vitit ose ka shku ka gjatë muajit, domethënë ka një numër i madh i vrasjeve. Mirë po, shteti duhet të ketë mekanizmat e vet dhe shteti duhet të mbajë përgjegjësi për secilin vrasje, domethënë se vrasjet janë të ndaluara dhe shteti duhet të ketë një rol aktiv sa i përket ndalimeve të vrasjeve të ndryshme, domethënë duke pas parasysh se nuk bëhet armbajtje pa leje, domethënë thuhet të gjitha vrasjet të cilat kanë ndodhur në Kosovë, sa kena marrë informacionet përmes mjeteve të informimit ndodhen me armë të cilat i mbajnë mënyrë ilegale. Domethënë edhe shteti duhet të ketë një mekanizëm dhe një kontroll të shtuar që mos të ketë armë nëpër qytetarët dhe të mos ketë vrasje. Mirë, po kjo është fatkeqësisht këto vrasjet e fundit që po ndodhin, domethënë është diçka tepër shqetësuese edhe ne si shoqëri edhe si qytetar, domethënë duhet të ndihemi shumë keq dhe duhet t'ia lëmë organeve të drejtësisë të kryejnë punën e vet. Sa po bën punën gjyqësori kosovar sa i përket këtyre rasteve, apo merren në mënyrë më specifike që të ketë një trajtim pak më serioz sa i përket këtyre lëndeve që kanë të bëjnë me vrasje në Kosovë? Sipas legjislacionit në Kosovë, sipas kushtetutës dhe sipas ligjit të gjithë qytetarët janë barabartë para ligjit dhe gjithë duhet të jenë barabartë ato që thanë edhe për organet e drejtësisë. Mirë, po edhe organet e drejtësisë duke pas parasysh rastin e fundit të vrasjeve, të cilat po ndodhin në Kosovë, duhet të merr me seriozitet të bëni hetim të qartë dhe të thoktë dhe mos të ketë pasojë në të ardhmen. Mos të ketë pasojë me të ardhmen, domethënë që edhe dënimet ndaj kryesve të cilat ata, mbi bazën e të cilat ka fakte, ka prova, me të cilat dyshohet se kanë kryer veprën penale dhe vërtetohet se kanë kryer veprën penale në bazë fakte dhe provave, domethënë të marrin edhe dënimin e merituar, ashtu siç e parashë edhe Kodi Penal i Kosovës. Ne kemi pasur shumë lëndë në gjykata, për shembull edhe kur është kryer vrasje, siç ishte vrasja e Marigonës, pra kemi parë që ka ndodhur që të bëhet një ankesë dhe të shkojë edhe më tej për të zhagitet çështja e dënimit, pra se kur dënohet një kryer si një vepër në një mënyrë edhe për familjen, është një lehtësim edhe përkundrazi se nuk mund ta përmbush askush boshllokun tek personi i cili ju ka humbur, por në një mënyrë është edhe një lehtësim. Se a duhet të mos ketë zhagitje sa i përket procedura në Kosovë, apo gjithsesi duhet të ndjeken hap pas hapi procedurat të cilat janë shkuar në bazë të ligjit? Me kodin e procedurës penale janë të përcaktuar edhe fazat e procedurës deri në shpalljen e aktgjykimit dhe mas shpalljes së aktgjykimit. Domethënë janë këto fazat të cilat i parashë dhe kodi procedurës penale, domethënë që fillimisht është masa e caktimit të paraburgimit, në fillimi e hetimeve, domethënë deri të përfundojnë hetimet e prokuroria, sipas kodit të procedurës penale ka në dispozicion 2 vjet të bëj hetime për secilin vepër penale. Në raste të ndalikuara mund të shtojë edhe 1 vjet.
Domethënë është ato. Përpas asaj pastaj është faza e shqyrtimit kryesor, ku shkon në shqyrtim kryesor dhe çdo person i cili dyshohet se ka gryer ndonjë vepër penale ka të drejtë të deklarohet për pranimin e fajësisë apo jo fajësisë. Nëse pranon fajësinë, gjykata merr rrethona lehtësuese dhe kryet procedura më shpejt. Mirë po, nëse nuk e pranon fajësinë, janë fazat e ankimimit ashtu siç parashihet me kodin e procedurës penale, domthonë kundërshtimi i aktakuzës dhe hudhja e aktakuzës dhe kundërshtimi i provave, pastaj vendos gjykata kundër çatij vendimit gjykatës shkallës së parë, cilën vendos gjykata shkallës së parë, palët kanë të drejtë të çojnë në gjykatën e apelit dhe gjykata e apelit të vërtetoj se a ka bazë të mjaftueshme për hudhjen e aktakuzave apo kundërshtim provave. Nëse gjykata refuzon, atëherë shkohet me shqyrtim gjyqësor dhe besoj që edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor se të çështjet penale, çështjet janë më të afatizuara, ka afate mbrapa të cilat duhet të kryhet çdo veprim. Mirë po në Kosovë do të kisha dashur të di nga ana juridike sa po ka rritje të rasteve penale në vendin tonë. A jemi duke u ballafaquar me rritje të këtyre rasteve apo kemi një lloj tempo më të ngadalësuar në këto vite të fundit? Shiqo, në bazë statistikave dhe si avokat dhe në bazë raporteve të Këshillit Gjyqësor apo dhe të Këshillit Prokurorial dihet se është një numër shumë i madh, domethënë i çështjeve penale. Është çështje penale, domethënë që shkon numri shpesh herë duke u rritur. Ka një rritje më të madhe. Na e përmendëm edhe pak më herët, për shembull, të marrën numrin e vrasjeve, vetëm se vrasja ka ndodhur brenda këtij 4 mujorit të parë. Domethënë është diçka tepër shqetësuese. Duke ditur se jemi një vend jashtëzakonisht i vogël dhe të gjitha këto vrasjet sigurisht që na të rënditin neve mirë, po kemi parë që ka pasur edhe një përgjysmim të buxhetit sa i përket prokurorëve. A mund të ndikojë kjo në cilësinë e punëve të prokurorëve, ky përgjysmim i buxhetit? Shiqo, çështjet secili prokuror i cili ka një mandat dhe i cili ka dhënë një betim është i obliguar që të kryej punën e vet në mënyrën më të mirë, më profesionale. Dhe kur farë rrethonash tjera nuk duhet të ndikojnë që të ketë neglizhencë apo mos ketë efikasitet në punën e tyre. Për arsye se ata kanë marrë një pozitë për cilën janë betuar dhe duhet të kryejnë me nder dhe me përgjegjësi, dhe kjo nuk mendoj që duhet të ndikojë. Pa do të ketë masa nga shteti që në mënyrë që të ketë një përkrahje më të madhe se i përket gjyqësorit në vend. Ne kemi parë që kohëve të fundit ka pasur një ballafaqim me gjyqësorin, pushteti i cili ka qenë aktual duke pasur edhe refuzime që të shkojë edhe në prokurori nga ana e ish-kryeministit të vendit tani më në detyrë. Si e keni pa juve të gjithë këto çështje dhe si ndikon gjithë kjo atmosferë brenda qeverisë së vendit tek gjyqësori, si edhe tek qytetarët, e cila përcjellet jashtëzakonisht shumë, sidomos nga media, të cilët raportojnë për çdo deklaratë dhe gjithçka që ka të bëjë me vendin tonë? Sipas kushtetutës të vendit, pushtetet janë të ndara në Kosovë. E vërtetë, dhe duhet respektuar. Pushteti ekzekutiv dhe gjyqësori. Domthonë, dhe secila është e pavarur. Asnjëra nuk mund të ketë ndërhyrje apo ndikim e posaçërisht nuk do të ketë ndërhyrje dhe ndikim të sistemit gjyqësor dhe sistemit prokurorial. Janë institucionet pavarura, duhet të kenë duar të lira që të kryejnë punën dhe mandatin e vet ashtu siç përcaktohet me kushtetutë dhe me legjislacionin e fuqi. Në vërtetë. Mirë, po sapo zbatohet ky zinxhir që duhet të respektuar jashtëzakonisht shumë, e sidomos të çështja e gjyqësorit, se nëse humbet besimi nga qytetarët tek ana e gjyqësorit, si do të veprohet në këtë situatë? Shiqo, për ata që thash që pushtetet janë të ndara dhe do të gëzojnë pavarësinë, mirë po pavarësinë do të gëzojnë brenda mandatit që kanë. Brenda mandatit që kanë. Unë e përmenda edhe më herët se gjyqësori është instanca e fundit ku një qytetar i vendit pretendon me realizuar të drejtë me të cilën mendon se ju ka shkel ndonjë drejtë. Dhe ato duhet të ketë një siguri plot juridike. Nëse nuk ka një siguri plot juridike, ku është instanca e fundit, atëherë çdo kush mund të zhgënjet, edhe çdo qytetar. Mirë, po unë mendoj se sistemi gjyqësor përkundër sfidave
dhe përkundër vështirësive dhe përkundër mangësive janë të e kry punën e vetë në mënyrën më të mirë mundshme profesionale. Nuk do të thotë që janë të e kry mas e mire, se mundën gjithmonë mas e mirë, po nuk duhet të ketë ndërhyrje. Nuk duhet të ketë ndërhyrje. Në momenti që ka ndërhyrje, nuk ka efikasitet në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. Duhet të jenë të pavarura. Edhe për këta e ka garantuar edhe kushtetuta e vendit. Mirë po, sistemi gjyqësor dhe sistemi prokurorial ballafaqohen edhe me shumë probleme të tjera. Për shembull, shpesh ka shumë lëndë që zvarritën e çështjet. Hajde çështjet penale janë që janë përcaktuara me një afat të caktuar kohore dhe shkojnë më shpejt. Edhe këtu ka shkelje, mirë po shkojnë. Mirë po te çështjet civile, çështjet administrative, në komerciale, domthonë është një zvarritje tepër e madhe. Sikur se sistemi gjyqësor, ashtu edhe sistemi prokurorial, shpesh herë në ankesat e tyre të thojmë për mungesë gjyqtarëve dhe mungesë prokurorëve. Nëse ka mungesë gjyqtarëve të mjaftueshme dhe mungesë prokurorëve, atë duhet të shtohet numri i gjyqtarëve dhe numri i prokurorëve. Se kjo për arsye se këtë për arsye se edhe zvarritja të tepruara e procedurave është shkelje të drejtave të njerëzit. Gjithë që në Kosovë kemi kapacitete për të kemi të rritur numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend, duke ditur se kemi pasur edhe një numër në Universitetin e Prishtinës që ka ndalë shumë jurist të diplomuar në gjitha mënyrat edhe e kanë kryer shkollimin e tyre. Pra nuk do të thotë që kemi mungesë edhe, po kanë mungesë për mi shtu këta gjyqësorë, po çështja qëndron tek financimi apo jo? Shiqo, ato janë çështjet të sistemit të Këshillit Gjyqësor dhe prokurorial, se kanë financat mjaftueshme ajo për të reduktu prokurorë dhe gjyqtarë të ri. Mirë po Kosova ka kapacitete që të ketë numër më të madh gjyqtarëve dhe numër më të madh prokurorëve, që gjitha çështjet në sistemin gjyqësor të kryen pa zvarritje. Këto që përmenda edhe më herët, Kosova ballafaqohet me një problem të madh për shkak të zvarritjeve të tepruara dhe të zgjata të procedurave. Kjo është një shkelje të drejtave të njerëzit, është e përcaktuar edhe me kushtetutën e vendit dhe me standarde ndërkombëtare për të cilat janë zbatueshme drejt për së drejti në Kosovë. Sigurisht, zoti Gesa, ishim dalë të një çështje se nuk mundemi të kalojmë çështjet që kanë të bëjnë me çështjet politike në vend. Sot është mbajtur seanca e Kuvendit të Kosovës ku nga ana e Lidhjes Demokratike e Kosovës u tha se është shkelur atje një nën kushtetutës, pra në 72. Si e shihni ju nga ana juridike, pa u përfshirë ka ana politike, si e shihni ju të gjithë këto procedura që ka mbajtur Kuvendi i Kosovës, shtyrje të seancave, edhe mandej shkeljet që po pretendohet se janë bërë? Shiqo, deklaratat politike nuk e kam mandat dhe nuk jam i thirrur që ti komentoj deklaratat politike. Unë mund të komentoj vetëm atë sa di dhe sa ka kapacitet për ligjin. Ashtu si shtet ligji edhe duhet veprohet. Nuk mund të ketë pa kufi asgjë. Për gjitha procedurat e konsolidimit të kuvendit, është e parapar me ligj, është e parapar me rregullore, edhe mandatet e deputetëve, edhe mandati i qeverisë, edhe secilët është i përcaktuar me ligj. Mirë po, askush nuk bën që të shkel ligjin. Mirë po, tha se këto shtyrje të seancave për 48 orë ndonë se ka mangësi në ligj. Është e vërtetë apo jo? Përmendi shpesh herë, ndoshta edhe nuk është mirë ndoshta mi përmend edhe se në emision për shkak shumë ballafaqimeve që kanë pasur në të kaluarën për institucionet të cilat kanë pasur, domethënë se aq çka ndodh në institucionet e vendit dhe çka ndodh me qytetarët e tonë, bajs si shaka ka herë tham që nuk ka asnjë legjislacion në botë që mund të rregulloj atë që parashihet këtu. Çka mund të ndodhë? Do të thotë që jemi popull i pa parashikueshëm. Një farë aspekti që nuk mundet të parashihet me asnjë ligj. Ligji ka parapo. Një po, ne kemi një ligj që është lavdëruar edhe nga shtetet e ndryshme të botës, duke thënë se kemi ligje shumë të mira, vetëm funksionalizimi i tyre sapo zbatohen ato në praktikë. Kjo është problemi më i madh. Në ligjet e kemi shumë mira, edhe kemi të thuja me një farë standardi që ka gjatë lartë. Mirë po, vetëm për pyetje sa është zbatueshmëria e tyre në Kosovë. Sa zbatohen ligjet në Kosovë. Sipas jush? Sipas jush në ligjet në Kosovë në disa raste ka edhe çalime që lën për të dëshiruar. Mirë po, kjo do të zgjat
edhe derisa Kosova nuk është pjesë e Këshillit të Evropës. Po, neve a duhet të ndryshojmë ligjet vetëm kur ballafaqohemi me to, pra, kur shohim se ka mungesa në përputhje me atë se çka shkruhet në ligj, neve na bie ndërmend që duhet të ndryshohen disa ligje, pra. Siç ka ndodhur edhe më herët, nuk po gjykojmë tani për tani, por kemi parë dhe erave të kalume që ka pasur mungesa në ligje dhe menjëherë sapo jo është dhënë mundësia kanë pësuar ndryshime. Që ligjet, vetëm kur fillojnë të zbaturin praktik, ato shihet cilat janë mangësit dhe dobësit. Vetëm ai i cili zbaton ligjin e shet që ka zbrasir apo nuk ka. Mirë po nuk do të thotë se çdo herë duhet të ndryshohet ligji. Ligji duhet të zbatohet ashtu siç është, ashtu siç shkruan. Mirës e keq duhet të zbatohet. Se këtu të na për çdo ditë e shet që ndodhin këtu që nuk ndodh të tham askund në botë që mos të konsolidohen institucionet. Shtyhet 48 orë, edhe tash nuk ka asnjë ligj i cili do të mund Ti bëj ballë këtyre edhe po kemi shumë jurist të mirë në vendin tonë, fatmirësisht, të cilat i hartojnë të gjitha këto ligje, pra. Është edhe kjo mungesë që nuk është parë si duhet ligjet e Kosovës, apo duhet punohet edhe me tutje që të mos vijemi përballë këtyre situatave, po gjithçka që tjetë e caktuar me ligje, dhe kjo afati kohor i shtyrjeve, qoftë seancave, qoftë edhe për gjërat e tjera që na preokupojmë neve si qeveri të ketë një fond. Shiqo, e përmend edhe ju, Kosova definitivisht ka jurista shumë të mirë dhe shumë të përgatitën. E kom pas rastin punoj për një 20 vite në për institucionet e ndryshme dhe jam ballafaqur me shumë jurista të cilët janë shumë të përgatitën dhe kanë shumë kapacitet. Mirë po, duhet të ketë parasysh, ligjin nuk duhet ndryshohet se vetëm s'm pëlqen mua. Nuk më pëlqen mua, hajde të ndryshojmë ligjin. Kjo është jo njerëzore, ta quaj apo jo morale apo jo ligjore. Se ligjet janë të mira, ligjin zbato ashtu si që është. Unë e di që mund të ketë ndikon ndonjë defekt, po nuk mund të ketë defekt pa kufi. Nuk ka kërkon që mund të ketë defekt pa kufi. Do shta vetëm neve na i shojmë ato defekte se na konvenon të i shojmë një mënyrë ato defekte, apo jo? Shiqa, që ato e thash edhe që përmenda, që thash nuk duhet për interesat personale dikujnë atë ndryshohet ligji. Nuk duhet se mus pun përshtate që këtë ligjë hajde të ndryshaj. Jo ka qështu hajde të ndryshaj. Nëse rrimë ashtu dhe më anë, ne do të rrimë të në kohën të ndryshu ligje. Se cilit që e ka mundësin, që e leo e kushtetuta, dhe po një plotësim ndryshim një ligje, atër Kosova veç dhe të shkanë të ndryshuar të plotësu ligje. Do të kemi një kushtetut goxha të gjatë. Do të ketë parasysh. Ne pretendojmë Bashkimin Evropian. Ne pretendojmë të jemë pjesë e Këshillit të Evropës dhe të jemë pjesë e Strasburgut, ku të paraqisim edhe ankesat e tona ato. Dhe gjitha ligjet e Kosovës do të jenë harmoni të plot me direktivat rregullore të Bashkimit Evropian. Sigurisht. Zoti Geca, ju falenderoj shumë që erdhe në Infodet, na shpalosh edhe nga ana juridike të gjitha këto çështje që na preokupojnë vendin tonë. Faleminderit të juve, ishte kënaqësi. E të ndëruar të shikues të Infodet, ju falenderoj shumë për vëmendje deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.